pas situatës së krijuar si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut dhe të dëborës në një pjesë të mirë të vendit. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka stakuar gjatë orëve të natës 18 fidra. Në njoftimin për shtyp, kompania justifikon këtë mas me përkeqësimin e motit, ndërsa ka vënë në lëvizje grupe të gatshme me rreth 1800 punonjës për të ndjekur me përparësi furnizimin me energji elektrike të gjithë konsumatorëve. Ndërka që SHE bën me dije se të gjitha hidrovorët janë në punë, po ashtu edhe institucionet e rëndësishme si spitalet po furnizohen me energji elektrike, pavarësisht motit të rënduar. Zonat më të prekura nga defektet mbetet Tirana, Durrësi, Shkodra, Bureli, Fieri, Korça, Kuksi, Elbasani, si dhe Gjirokastra. Ndërkohë, rreshtet e shiut kanë përmirësuar situatën hidroenergjitike në kaskadën e Drinit. Sipas të dhënave të Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, aktualisht importi është ndalur dhe po shfrytëzohen maksimalisht prurjet në basenet e hidrocentralit të Komanit dhe hidrocentralit të Vallit të Dejës, duke prodhuar energji me të gjitha agregatët që kanë këto dy hidrocentrale për të plotësuar nevojat e vendit. Kesh njofton gjithashtu se hidrocentral Fierza do të mbahet e stakuar për të rritur rezervën energjitike, duke akumuluar prurjet me përjashtim të rasteve, kur sistemi do të kërkojë më shumë energji.